se përbën vepër penale dhe është e dënueshme sipas ligjit shqiptar. Shumë e drejtë, ka njerëz që nuk e mendojnë ndoshta këtë, kur mund ta bëjnë në mënyrë të pafajshme, nuk duhet bërë, është e dënueshme. Në lidhje prap tani me çështjen e votës së diasporës. Një pyetje që u ngrit gjatë numrave që u panë, që erdhën nga vende ndryshme të botës, për shembull zoti Logu, ishte një pyetje që e bën disa njerëz, që si ka mundësi nga disa vende, nga disa ishuj që as ua di njeri emrat që mund t'i din ata që kanë luajtur me pulla dikur, që ishin vende të rralla, Shën Helena, San Vicente, nuk e di. Kishte një prani 100 e ca votues shqiptar. Çfarë kuriozitet ishte ky? Po, ne kemi parë në fakt si një proces që sigurisht ju e dini që ne kemi një diasporë shumë të madhe dhe shumë të shpërndarë në kënd botës. Kemi kërkuar që për këto raste specifike të verifikohen ekzistenca reale e këtyre personave që ekzistojnë. Ka rezultuar deri tani që janë njerëz real, të cilët për arsye nga më të ndryshmet kanë disa apo shumë vite, apo kanë një adresë atje, që jetojnë dhe punojnë në këto zona, ushtrojnë aktivitete të tilla dhe sigurisht kanë të drejtën e tyre për të marrë pjesë në procesin zgjedhor dhe t'ju garantohet e drejta ashtu si çdo qytetar tjetër. Ndoshta kjo harta shërben pak edhe për të kuptuar se si është e shpërndar diaspora shqiptare, por ashtu siç ne tashmë e dim, pjesa më e madhe e zgjedhësve po them kanë qenë nga Italia, Greqia, Gjermania, që janë vende klasike ku kanë emigruar shtetat shqiptar, përfshirë dhe Shtetet Bashkuara, po Kanadaja që janë në anën tjetër të Atlantikut, ndërkohë që kemi një numër më të pakët në këto kontinentet e tjera, qoftë kontinentin afrikan apo aziatik, ku ka një numër shumë më të pakët apo më të rrallë të zgjedhësve shqiptar. Të shohim tashmë edhe si do jetë pjesëmarrja, sepse nuk nënkupton automatikisht fakti që janë regjistruar 250.000, do votojnë të 250.000. Ne shpresojmë që shifrat jenë sa më të larta, pra të ketë një interes sa më të lartë nga ana e zgjedhësve nga diaspora për të votuar në Shqipëri, por është një gjë që do duhet parë sepse në dhe logikisht, por edhe nga eksperienca që kanë pasur me në tjera, ka pasur diferenca, po themi ndërmjet qytetarëve që shprehin interes dhe atyre që efektivisht marrin pjesë në proces. Ai që ka marrë mundimin të hyjë procesit regjistrimit, e ka qëllimin të votoj, pak a shumë. Mund mos jetë 100% numri, po. Po, regjistrimi nga njerë mund të jetë edhe i nxitur nga faktorë të tjerë, ne kemi pa ju keni pasur mundësinë e emisionet e tuaja edhe ti trajtoni, kujtoj këtu po themi edhe raste që ka raste që ka denoncuar emisioni investigativ Pirania, të cilat ekzistin persona të caktuar pra strukturat qoftë strukturat e Partisë Socialiste, po dhe strukturat shtetërore, përfshirë këto ministra, deputet, deri dhe kryetarja parlamentit. Po janë ka shkretet që duhet çojnë 5 emra, 10 emra për të ruajtur vendin e punës. Për të nxitur njerëz që të regjistronin, gati në thojzat i detyronin që të regjistronin, që nuk nënkupton detyrimisht që këta më pas edhe po themi mund të votojnë, sepse me vullnetin e tyre të lirë mund të mos zgjedhin të marrin pjesë në këtë proces. Sigurisht ata që kanë marrë mundimin ose kanë shprehur vullnetin dhe janë angazhuar për të bërë regjistrimin, ne shpresojmë që do ta kenë këtë vullnet dhe këtë dëshirë deri në fund. Do duhet sigurisht që edhe subjektet zgjedhore të bindin, sepse mbase mund mos ketë ndonjë alternativë që të bindë për të votuar, por shpresojmë shumë që edhe subjektet, dhe në këtë rast unë besoj që shqiptarët që jetojnë në diasporë kanë një arsye të madhe për të marrë pjesë në këto zgjedhje, pas 12 viteve këtë qeverisje me akte korrupsioni tashmë të njohura botërisht, me përfshirje në krimin organizuar, me 10 ministra, deputet, kryebashkiak të Partisë Socialiste që janë në burg, shqiptarët e diasporës kanë një arsye shumë të madhe për të votuar dhe për të sjellë ndryshimin në Shqipëri. Siç e ka shprehur dhe doktor Berisha, ky duhet jetë viti i diasporës dhe diaspora realisht mund bëj ndryshimin në këto zgjedhje. Kam edhe diçka tjetër në lidhje me procesin zgjedhor, me atë që shikoni ju në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, po pastaj do flasim pak edhe për punën e SPAK-ut, hetimin e asaj që ndodh, sepse ne zakonisht tashmë dikur i kishim problemet në qendra votimi në mënyrën se administroi, tani duket se këto problemet që kanë të bëjnë me hilet e procesit janë zhvendosur jashtë qendrave të votimit, në shtëpitë e njerëzve, në institucione aty ku blehet vota, ose në